Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e dytë të podcastit për zërin e vajzave në media dhe teknologji. Unë jam Rajna dhe jam shumë e lumtur që sot do diskutojmë për një temë shumë delikate dhe shumë të rëndësishme në të njëjtën kohë. Siguria kibernetike në ditën e sotme nuk është vetëm zgjedhje, por është domosdoshmëri. Dhe për këtë temë kemi të ftuara 4 vajza fantastike, Luciana, Dora, Adela dhe Graciela. Të treja vajzat, Luciana, Dora dhe Adela janë studente në fushën e teknologjisë dhe Graciela është specialiste në fushën e sigurisë kibernetike. Pa humbur kohë, dua ta nis me pyetjen e parë që në fakt është për të treja ju. Ku mendoni se keni më shumë mungesë informacioni kur vjen puna te siguria kibernetike? Pra, çfarë është diçka që ju për shembull do doni ta kishit ditur më herët? Luciana? Përshëndetje, faleminderit. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij podcasti. Për sa i përket pyetjes, mendoj që bota e internetit është një botë shumë e zhvilluar, por mungesa e informacionit për të mbrojtur nga kjo botë është shumë e pakët. Për shembull, personalisht kam shumë pak informacion se si mund të mbrohem nëse një ditë mund të më hapet një adresë fake apo nëse një ditë gjendem përballë publikimit të fotove të mia. Mendoj se informacioni ekziston, por sigurisht që ka mungesë të tij. Mendoj se një nga gjërat kryesore përderisa jemi pjesë e kësaj bote online është se si ne duhet të mbrohemi online, cilat janë metodikat dhe kush është ky sulm? Duke u bazuar në këto që vajzat përmendën, Graciela doja të ndaleshin pak edhe në anën profesionale, në përmbështrimin profesional. Cilat janë 3 rreziqet më të zakonshme apo më të shpeshta që hasin vajzat apo të rinjt sot dhe si mund të identifikohen ato në praktik? Ne jetojmë në epokën digjitale dhe normalisht edhe të rinjt e sotëm përdorin rrjetet sociale, përdorin aplikacionet e komunikimeve, përdorin edhe platforma të tjera për edukim apo argëtim. Normalisht me të gjithë gjërat pozitive që këto platforma ofrojnë, vinë edhe rreziqet kibernetike. Disa nga rreziqet më të shpeshta kibernetike janë mashtrimet online, scams dhe phishing, të cilat janë shumë të zakonshme. Ato vinë nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet emaileve, telefonatave, linqeve dhe shpesh herë ato vinë nëpërmjet telefonatave, nëpërmjet linqeve, mesazheve, emaileve dhe janë persona me qëllime të këqija, të cilët dëshirojnë të vjedhin të dhënat personale, siç janë fjalkalimet, të dhënat e bankës apo edhe vjedhja e llogarive sociale, rrjeteve sociale. Si identifikojmë ne këto është përmes gjithmonë duhet të shikojmë se nga na vijnë, kush është burimi i këtyre mesazheve, duhet të shikojmë nëse është legjitim ose jo, sepse shpesh herë ato mund të imitojnë institucione reale apo persona real, por në të vërtetë nuk janë të tillë. Duhet të shikojmë me kujdes informacionet që ndodhet në brendësi të tyre, sepse zakonisht ato kanë një ton urgjence, për shembull duhet të klikoni menjëherë këtu, apo të ofrojnë gjëra që janë shumë të mira për të qenë të vërteta, siç është keni fituar një çmim, keni fituar para, të cilët e dim shumë mirë që nuk mund të merren kaq thjesht në jetën reale. Gjithashtu, cyberbullying është një shqetësim shumë i madh në ditët e sotme dhe është një problem shumë serioz dhe shumë problematik për të rinjt e sotëm, edhe sidomos për vajzat. Ka shumë persona me qëllime të këqija, të cilët dërgojnë mesazhe ofenduese, mesazhe kërcënuese, shpërndajnë thashë theme apo shpërndajnë informacionet tona, të dhënat tona personale, apo videot tona pa miratimin ton. Është shumë e rëndësishme që të kemi gjithmonë të dimë se si të reagojmë ndaj këtyre situatave. Gjithashtu kemi vënë re dhe është shumë e përhapur që këto kanë tendencë që të hapin profile falso të rinjve sot dhe aty të shpërndajnë informacione të rreme. Dua ta sjell pak më pranë përditshmërisë tonë dhe dua të të pyes Luciana se cilat janë 2-3 masa konkrete që ti i merr për të mbrojtur veten online. Për shembull, krijimi i fjalkalimeve apo kontrolli i privatësisë. Çfarë bën ti konkretisht për të mbrojtur veten online? Atëherë unë zgjedh që ti besoj rrezikut të botës online. Së pari njëherë kur hap llogaritë e mia, sigurohem që të krijoj fjalkalime të ndryshme duke kombinuar karaktere, numra dhe shkronja. Nëse llogaritë e mia janë disa, zgjedh dhe preferoj që fjalkalimet të jenë të ndryshme, sepse nëse ndodh që në një rast rreziku, njëra nga llogaritë e mia të hakohet, njëkohësisht nëse fjalkalimi do të jetë i njëjtë, shumë llogaritë të tjera do të më hakohen njëkohësisht. Së dyti, përdor konfigurimin me 2 hapa, i cili është shumë i rëndësishëm, që në momentin që dikush tjetër tenton që me të dhënat tona të hyjë në llogaritë e jona, mua personalisht më vjen në moment real një kod. Edhe në qoftë se unë nuk jam vetë personi që dua të aksesojmë në këtë account, por është dikush tjetër, sigurisht që ai nuk mund të ketë akses pasi kodi gjendet vetëm në telefonin tim. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm që duhet aktivizuar për çdo llogari.
Siguria online nuk është vetëm çështje ndjenje, por është kontroll. Pra, mënyra se si ne e kuptojmë dhe menaxhojmë kufin tan digital. Shpesh rreziku nuk vjen vetëm nga sulmet kibernetike, por vjen edhe nga mënyra se si ne ekspozojmë veten tonë. Pra, nuk është vetëm çështje kontrolli, por është mënyra se si ne ekspozohemi dhe çfarë ne ndajmë me njerëzit. Dhe nga këtë dua të të pyes Adela, nëse ti poston një foto ose një informacion tënd dhe ky informacion ose kjo foto përdoret pa lejen tënde, a do dihet ti se ku të drejtohesh për ndihmë? Atëherë, për të qenë korrekte, unë personalisht nuk kam informacion se ku duhet të drejtohem nëse më ndodh një rast i tillë. Por normalisht duhet të ndjekim dhe disa hapa që siguria e secilit aplikacion që ne kemi apo rrjeteve sociale na udhëzon. A mund të bëj edhe një ndërhyrje të lutem? Dua të shtoj edhe sigurinë nga ana e shtetit, që do të thotë nëse një vajzë zgjedh të denoncojë rastin e saj në polici, nuk është se ka një siguri apo një konfirmim që këtij rasti do të jepet zgjidhje dhe do të jetë e mbrojtur. E vërtet edhe kjo. Dhe duke u bazuar tek të gjitha këto që folëm deri tani, duke qartë që edhe kur ndërmarrim të gjithë hapat për të qenë të sigurta, gjithmonë qëndron aty rreziku dhe për këtë dua të ndalem sërish në këndvështrimin profesional, Graciela, dhe dua të pyes se nëse një vajzë mund të jetë viktimë, që vajzat e përmendur mund të jetë viktimë e një sulmi kibernetik apo një abuzimi online, çfarë duhet të bëjë ajo konkretisht, pra si nga ana teknike, por edhe nga ajo ligjore, ku duhet drejtohet, cilat janë hapat konkret që duhet të ndërmarrë për këtë? Fakti Rajna, e shoh shumë shpesh vajzat të cilët nuk dinë ku të drejtohen, kanë mungesë informacioni. Është shumë e rëndësishme që të kemi një edukim mbi digitalizimin, mbi teknologjinë dhe gjithashtu që të kemi një komunikim të hapur, që do të thotë, në qoftë se ju haseni me një abuzim online, me një bullizim online apo me të shkelje të drejtave tuaja personale, duhet që të gjitha këto ti bëni screenshot, të merrni mesazhet, bisedat, të bëni screenshot profilet që ju imitojnë ju, që hedhin informacione pa autorizimin tuaj, dhe më pas, siç edhe vajzat e përmendën, edhe platformat vetë si Facebook, Instagram, TikTok apo platformat e tjera ofrojnë një mundësi që ti ta raportosh atë në rrjetet sociale, mund ta raportosh këtë profil si një profil abuzues, kërcënues apo profil me përmbajtje të papërshtatshme. Është e rëndësishme që pas të gjitha këtyre hapave duhet që të kemi të sigurt llogaritë tona, të ndryshojmë passwordin, të shtojmë verifikimin me 2 faktor dhe gjithashtu të shohim nëse në llogaritë tona personale shikojmë në një pajisje të pa autorizuar, i cili mund të jetë futur në rrjetet tona sociale dhe ne nuk e dimë dhe nuk e kemi vënë re këtë gjë. Hapi i radhës është që ne ta denoncojmë rastin në policinë e shtetit. Në komisariatin më të afër duhet që këto raste të denoncohen, duhet të hapi një kallëzim penal për krim kibernetik. Kjo do të ndiqet pasi është një sektor për hetimin e krimit kibernetik në policinë e shtetit, e cila i trajton këtë çështje me seriozitetin e duhur dhe investigimin e duhur. Duhet të paraqisni aty të gjitha evidencat që ju keni dhe i keni mbledhur nga të gjitha rrjetet sociale apo nga platforma të tjera dhe t'i paraqisni ato në kallëzimin që ju do të bëni. Është shumë e rëndësishme që të gjithë është shumë e rëndësishme që të reagojmë në mënyrë të shpejtë. Reagimi në mënyrë të shpejtë do të sjellë që situata abuzimi të mbyllet më herët dhe gjithashtu të merren masat ligjore të domosdoshme për këto raste dhe të trajtohet me seriozitetin e duhur. Mbrojtja online, siguria online është e drejtë që çdo vajzë dhe çdo iri dhe çdo njeri në shoqërinë tonë duhet ta ketë. Shumë e vërtetë dhe shumë faleminderit Graciela për këto këshilla kaq të vlefshme për vajzat që kemi këtu sot, por për vajzat që po na ndjekin dhe për të gjithë të rinjt. Na bëri të kuptojmë që siguria, pavarësisht se neve i marrim të gjithë këto masa, gjithmonë ka rrezik dhe nuk duhet marrë ndryshëm, por duhet të veprojmë, të ndërgjegjësohemi dhe të mësojmë çdo ditë më shumë se si ne mund të mbrohemi. Faleminderit shumë që na dëgjuan dhe shihemi në episodin e radhës.